Drejtoria vendore e policisë Lezhë ka bërë publike ngjarjet kryesore të regjistruara gjatë 24 orëve të fundit, ku disa shtetas janë proceduar penalisht në gjendje të lirë për vepra të ndryshme. Shërbimet e policisë rrugore Lezhë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin Minicialet AG 63 vjeç banues në fshatin Gocaj. Ai u konstatua në aksin rrugor Shkodër-Lezhë, duke drejtuar një mjet bujqësor pa targa dhe pa qenë i pajisur me leje drejtimi. Ndërkohë, shërbimet e komisariatit të policisë Mirdit nisën procedimin penal në gjendje të lirë për shtetasin Minicialet LP 54 vjeç banues në fshatin Kthellë e Epërme, pasi ka bllokuar një sipërfaqe toke duke pretenduar pronësinë mbi të. Po ashtu, në vijim të një rasti të bërë publik më herët, shërbimet e komisariatit të policisë Kurbin referuan materialet të prokurori për shtetasin Minicialet në 60 vjeç banues në Kurbin. Ai akuzohet për veprën penale e vetgjyhtësia, pasi ka hyrë në një sipërfaqe toke në konflikt dhe ka hequr një tabelë të vendosur nga një shtetas tjetër. Materialet procedurale personalisht të gjitha rastet i janë referuar prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme.